Ratë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kish për ardhur pe kujt pe Ismailit alayhis salam. Dhe pe Qurayshve që transmeton Umuhani e cila thot se Qurayshët i kanë gëzu 7 autoritete, 7 karakteristika janë të lunga të qertë. Janë konë të veçum Qurayshët me 7 përparësi që si kanë pas qertë. Kjo është fisi pejgamberit Allahut që ka ardhur nga ato. Pejgamberi Allahut është i përzgjedhur nga Kinane Qurayshët, nga Qurayshët Beni Hashim, nga Beni Hashim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me çfarë privilegje u dallun Qurayshët nga arabët tjerë? Se kur jem të arabët 2 minuta do të ndalen, për shkak se janë te me gojë. Se arabët janë të ralloj në aspektin historik. I ndajnë arabët në të ralloj. Arabët e lasht që janë të retë, sukur së Salih, Hud, këto që kanë shku, kanë përfundu. Tamam? Dhe arabët original që ekzistoj sot për fisit Kahtan, që të që të regojnë, inshallah, shenjët i kiametit të voglë që s'kan folë për çka tema i ki pasish, kur ka me dal një njeri në akhiri zaman me shtag, që njerëzit ka mi drejtu me shtag, që ka të në kupton, është i miri keq, ka fisi Kahtan. Ne do të regoj me diçka tjetër, ki pasish që lidhet tash kupton me këto veçorit e Qurayshve. E para pe atinve që a veçoru e Umuhani që transmeton, që thot Qurayshët janë dalu nga të qertë me 7 khisal, me 7 veçori. E para, 10 vite kur Qurayshët nuk i kanë bë Allahut shirk. Krejt arabët i bëjshin shirk, ato nuk i bëjshin. Pra arabët thashe lasht, arabët original janë Kahtanit, ndërsa arabët që i ka për ardhën pejgamberi Allahut i thojnë arabët musta'ribe, të asimiluar. Që do më thonë? Do thonë njëri që i mëson zakonet e qërëve, e mëson kulturën e tyre, e mëson gjuhën e tyre, bëhet nga ato. Se Ibrahimi a.s. nuk ka qenë arab. Ama Ismaili a.s. pite Ismaili kiton arabët. Khazrejgji dhe Ausi janë pej fisit që thash arabët original, të cilët e kanë prej ardhën për Jemeni. Ndërsa Ismaili, pite Ismaili, se Ismaili amartu me nusën e ka pos arabe. Piq ati kanë fillu arabe. Po flasë për fisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej ardhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto janë arabët të asimiluar për çka se Ismaili ka jetuar me fisin Gjurhum, kur ka jetuar në Mekke, dhe është martu me një bi nga njerëzit më fisni të asaj kohë, i quajtur Nidal. Dhe Ismailit i kanë linë 11 fëmijë. Dhe këto janë shpërnda, thoi se kanë met 2 prej atinëve. E do të regojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej cilit fis, do të thonë prej ardhën e ka. Qurayshët janë dallu me 7 veçori. E para 10 vjet nuk i kanë bën Allahu shirk. Do të shpjegojmë derstar se kush e proi dhujtarin nga dishullin arabik dhe pse. Ato kanë qenë fenë Ibrahimit. Qish banën shirk arabët, qish haran politeizëm, qish haran shirk. E Qurayshët i vetmi fis Quraysh që nuk i pranonte që të bojnë Allahut shirk, që ndronte do thonë besimin e Ibrahimit, ishin Qurayshët. Umuhani që transmeton që thot se arabët janë dallu me këta. E para, e dyta për atënve, arabët, Qurayshët janë veçu nga arabët tjerë, se Allahu Azza wa Jall në betejën e elefantit me Abrahan i ka qenë palën e Qurayshëve kundra idhëtarëve të librit. Dhe tregova ndërgjën e kaluese e para herë në histori që ka ndodhur që Allahu mi ndihmu mushrikët, politeistët kundra idhëtarëve të librit. Gjithnjë Allahu ka ndihmu idhëtarëve të librit kundra politeistëve, por shkak se idhëtarët e librit janë më afër të vërtetës se politeistët. A mos e kreti kush ishte? Arsia pse ishte? Se pas 55 ditëve pa të lind pejgamberi Allahu. Kjo është e dytë. E treta që e Qurayshët janë veçum
Dhe vetëmit Kurejshët që janë të përmenë në Kur'an që Allahu e ka zbrit një sure vetëm për to. Se ka emrin kjo sure? Kurejsh. Li ilafi Kurejsh. Ilafihim rihlet e shita I was-sajf. Ka privilegj. Kjo cëlla ishte treta e dyta. Ha? E para për atë në 10 vjetë Allahu si kanë bo shirk. E dyta, Allahu I ka ndimu në luftën elefantit. I ka shpartallu Ebrahan dhe e ka mbrojt qabë. E treta, Allahu ka zbrit një sure dhe veçant që I ka përmen mirësit dhe begatit që Allahu Azza wa Jall I ka privilegju kanë Kurejshët, I ka sigurun tregtin e tyre. Vetëmit Kurejshin ka po siguria. Dhe pse kanë po siguria? Se arabët janë tutë në duhet me shku në haqë dhe numre, se ato haqë numre e ka gritë. Pastaj çka me bo me Kurejshin? Për këtë arsye I kalon sigurt kur ka bo tregti me Yemen edhe me Sham. E treta, e katra, se Allahu Azza wa Jall I ka privilegju me pejgamberllëk. A ka pas dhe një pejgamber arab, po pas pejgamberit Allahu. Dhe këtu po ja tregoj një sekret. Shumë I çmuar. E di cënë sekreti. Ibrahimit a.s. I thojnë baba pejgamberëve. A dini përse? Se prej të Ibrahimi tauhidi nuk shkëputët deri në akhiri zaman. Se Ibrahimi I ka pas 4 gjemë, I po dipe aty në pejgamber. Ismailin dhe Ishaq. Ismailin e ka pas me bashkëshortën e tij Hajerin, ndërsa Ishaqu me bashkëshortën e tij Sarën. Pastaj pe Ishaqut ka lind kush? Jakubi. Jakubi I ka thonë Israil. E di pse se ka bojë ibadet shumë. Fjala Israil na që thojmë Abdullah. Çka do të thonë Abdullah? Robi Allahut. Fjala Isra, rob. Il, Zot. Pse I ka thonë Israil? Ha? Për çka se ka adhuru Allahu në Azza wa Jall shumë. Kja është Jakubi. Jakubi ka pas sa fëmijë? 12. E harroi Jusufi. Thojnë se kejtë këto janë konë pejgamber. Po I dallumi ka qenë Jusufi. Pastaj kanë ardhur pejgamber. Hud, Salih, Musa, Harun, pejgamber, Yahya, Zakaria. Ha? Krejt pejgamber thuaj se kanë ardhur mas Ishaqut, deri te kush? Deri te Isa alayhis salam. A di sa pejgamber? Kejt pejgamber që kanë ardhur në transmetimin 124.000. 124.000 pejgamber. Pe Ismailit nuk ka ardhur asnjë pejgamber pas ardhjes të Ismailit. Veç Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Cila hikmeti dhe urtësia? Ka thonë se vlera Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është sa kejt këto pejgamber që kanë ardhur këtu. E kuptuat sepse në çfarë teme na të diskutu dhe për kanë na të fol. A ke jetë, e të e pas e qësa privilegj jetit që ti mi do disa qaste me ndëgju për këtë dashurin Allah. Kejtë këto pejgamber që kanë ardhur te Isa alayhis salam nuk e kanë vlerën sa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam që janë qëtërënon. Para mendojnë pejgamberi Allahut, pra Allahu I veçu Kurejshët tash me pejgamberllëk. A ka pas pejgamber s'ka? Se s'ka I fundit. Ha? Që shia mbi tort, si tojnë apo. Para të pejgamberi Allahut, shembullim dhe shembulli pejgamberëve të mëparshëm, asikur njeri e ka ndërtuar një pallat, e ka zbukuruar atë pallat dhe njerëzit të mahnitur sillen për rreth pallatit, I pëlqejnë, thot përveç se një tull ka mungu te ky pallat, unë jam ajo tulla që kam plotsuar pejgamberllëk. Allahu Azza wa Jalla I ka nderuar dhe nderon familjen e pejgamberit edhe për mas me një njeri të madh. Ai quhet Muhammed I biri Abdullah, siç a quhet pejgamberi Allah. Ama nuk është pejgamber.
A di kush është? Na i themi Imam Mehdi. Që e mush dunjon me drejtësi, që shta mush me zullum. Ai është me prejardhje nga pejgamberi Allah, nga djali nipi pejgamberit Allah, Hasani. Hasani ai që e shkarkoi veten për t'i pajtu muslimanët. Allah e kompenzon në akhir zaman. Ja kompenzon dhe i çon Imam Mehdi. Parmendoj çfarë vlerë ke imam i vetmi njeriu si për faqen e tokës që pejgamberi Allah të falet mas atij. Kur zbejte Isa alayhis salam, ha? Kur zbejte Isa, në kohën e Musa Sabahu, kush është imam? Imam Mehdi. Imam Mehdi. Pasardhës i pejgamberit Allah, nga fisi i pejgamberit Allah, del imam Isa alayhis salam, pejgamberi Allah, i gradua, nga pejgamberët e mëdhoj, i ngritur, i shpëtuar, falet pas atij xhamat li. Allahu Azza wa Jalla ka nderuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjithashtu me khilafet. Tot nga veçorit me khilafet. Pra çdo halife që paraqitet deri te Imam Mehdiu janë nga Qurayshët. Pastaj Allahu e transferon khilafetin. Kush e përmbill khilafetin e Qurayshëve? Imam Mehdiu. Shti është khalifja i 7, ka muhabet për këtë. Që thot pejgamberi Allahu se dimët imama që kanë ardhur, dimët khalife të drejtë, a kanë ardhur? Apo s'kanë ardhur? Disa mendojnë 5 kanë ardhur, 7 vinë. I pari për atin e paraqitet në Aqsa. Dhe ju kam të regu unë, se unë e parashof se ndoshta shumë frikë. Kjo çështje zgjatë pin 3 vjet e gjizë dhe 7 vjet. Allahu ala, gajbi nuk e dim. Mirë po, beteja që do të shfillohet me 3 fëmijëve të khalifës, për shka, të reguam në dersin e kalu, për ta vjedhë, për ta morë pasurinë e thesarin që gjindet në Rqabe. Dhe për këta në dersin e kalu, të shpigu. Pasi të qoftë, khilafeti i ka nderu Allahu Kureshi. Çdo khalife që paraqitet nuk ka shpi Kureshve, nuk ka legjitim fsheriat. Deri kur? Deri të vjen Imam Mehdiu zbriti i saj. E ka staj disa prej dietarëve kanë thonë se Imam Qahtani, që paraqitet mas Imam Mehdiut. Transferohet khilafeti prej te Kureshëve, kalon fisin e qetërkujt dhe këtë për këtë do të flasim për shenjën e Kiametit. Pra janë privilegjuar Kureshët gjithashtu me khilafet